Baza e bonstilit ka një karakter komplet tjetër. Kapacitetet e saj as nuk janë ushtarake, nuk prezanton një aset, me thonën, strategjik ushtarak, që ka dallim të madh me bazën e Kuçovës, prandaj nuk shifet që ajo mund të ketë një impakt në kuptimin e një tendence ose një mundësie që Irani në këtë rast të ketë parasysh edhe një atakim drejt Kosovës. Po veçanërisht e bën politika kosovare pak u them që edhe pse edhe kjo i ka dhënë mbështetje në këtë rast Amerikës, mirë po ka një lloj qasje e cila ma shumë prezanton, me thonën, një qasje pragmatike e cila nuk i bën të drejt për drejt në një strukturë. Edhe ajo e jep një lloj mundësie që të ruhet një lloj neutraliteti në këto konflikte të mëdha. Por problemi më i madh është ajo që ju thatë tek Shqipëria, që jo vetëm baza e NATO-s në Kuçovë, por ne zero sigur jemi në luftë me ata, sepse prej disa vitesh kemi dëbuar ambasadorët, kemi pasur sulmin kibernetik, por edhe mbi gjitha Meku, baza e Mekut, e cila edhe për fat është vendosur një nga qendrat më të populluara mes Tiranës dhe Durrësit. Pra, edhe pika ku është vendosur bart rrezik ndoshta në vete. Që kjo baza e Mekut, e cila është e vendosur në atë pozicion që e përshkruat, realisht Shqipëria ose zyrtarët e Shqipërisë e potencuan që ajo do të jetë, me thonën, një lloj mundësie e sulmit të Iranit, duke anashkaluar çështjen e Kuçovës, të cilën po e mbojnë disi nënhije të intencës së Iranit për ta sulmuar Shqipërinë. Pjesa e cila është e vendosur aty realisht nuk prezanton rrezik sa i përket gjendjes në Iran. Jon se di apërsisht dikun 3.000 njerëz, sa e di unë apërsisht aty janë që janë të vendosur, nuk kanë kapacitete, me thonën, as logjistike, as një mundësie që të ketë një impakt të drejt për drejt në Iran, kështu që unë jam i bindur që ky është një lloj kamuflimi në kuptimin e asaj që edhe nëse ndodh një sulm mos të etiketohet Kuçova si target, po të jetë kinse prezenca e iranianëve, opozitës iraniane e cila ekziston në Shqipëri, që jam i bindur që shumë shpejt ajo do të devalvohej, për shkak se edhe nëse ndodh në një sulm nuk do të ndodh në atë pikë, do të shihni që ajo pikë, sa i përket Iranit, nuk ka asnjë vlerë as strategjike, as të asnjë lloji. Po, mendoni që mund na prek në skenar hipotetik, duke uruar që mos ndodh asnjëherë, pra se raketat e tyre kanë rrezë veprimi, siç jemi informuar nga ekspertët ditët e fundit, gati 2500 kilometra, pra përveç ndoshta avionëve, por edhe raketat. Se deri në Qipro erdhën dronët. Po, që do me thonë, sa i përket kapaciteteve, ne jemi në rrezën e veprimit të Iranit. Do me thonë, nuk prezanton veçanërisht edhe dronët të cilët i posedon Irani, kanë një fushë veprimtari shumë të gjerë, kështu që edhe raketat të cilat për momentin u prezantohen si 2500 plus, ai plusi nuk dihet apërsisht sa është, kështu që realisht jena në rrezën e aty arsenalit të cilën e posedon Irani, por që problematika është më e madhe në kuptimin e asaj se në Kuçovë nuk do të jenë vetëm
arsenali amerikan. Për shkak se shumë shpejt na do ta shohim nëse vazhdon ky konflikt pak më gjatë, ne do ta shohim që aeroportet e Izraelit do të jenë jo funksionale. Edhe Izraeli do të jetë i detyruar ta gjejë një bazë tjetër. Pra po thom, Çiproja në të cilën e dim që Izraeli ka investuar goxha shumë, me thonë të drejtën ka pasun edhe migrim goxha shumë të izraelitëve të cilët janë zhvendos në Çipro, e besoj që në atë kontingent ka pasun edhe personela ushtarak të cilët janë zhvendosur aty. Mirë po Çiproja u pa që nuk prezanton edhe ajo një siguri në kuptimin e mundësisë të shfrytëzimit të atij aeroporti. Prandaj ajo e bën shumë të mundshme që aviacioni ushtarak izraelit realisht të vendoset në Shqipëri. Unë edhe para 2 vjete, siç e potencuat edhe ju, unë e pata theksuar që Izraeli do të vendoset në Kuçov. Për shkak se sa i përket Amerikës, shtetet e lindjes së mesme edhe pas konfliktit nuk do të hezitojnë që të bashkëpunojnë me amerikanë. Domethënë, prezenca amerikanëve nuk mund shumë të kontestohet në atë pjesë. Kontesti më i madh vjen në kuptimin e Izraelit. Edhe nëse Izraeli vendoset në Kuçov, atëherë me të vërtetë është pak problematike për shkak edhe sentimentit të cilin ekziston këto ditë në kuptimin e konfliktit i cili ka ndodhur në Gaza dhe gjitha asaj problematike të lindjes së mesme, kështu që Shqipëria bëhet shumë problematike në kuptimin nëse forcat ajrore izraelite vendosin të zhvendosen edhe të vendosen në Kuçov. Atëherë stabiliteti i Shqipërisë do të ishte shumë fragil.